Qarkullimi në aksin rrugor Librazht-Përrenjas është përmirësuar pjesërisht, por rruga ende nuk është hapur plotësisht. Aktualisht lëvizja e automjeteve kryhet me vështirësi pasi një gur i madh vijon të pengojë kalimin normal. Në këto kushte vetëm automjetet e vogla mund të shkëmbehen, ndërsa mjetet e tonazhit të rënd si maunet dhe furgonët nuk mund të kalojnë, gjë që e bën qarkullimin jo normal dhe kërkon kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve. Një masiv dheu dhe guresh u shkëput në vendin e quajtur Dragostunj, duke bllokuar totalisht të dyja drejtimet e këtij segmenti rrugor të dielën. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar pasi në momentin e shembjes nuk po kalonte asnjë automjet. Përpasoj radha e automjeteve të bllokuara pas shembjes arriti në disa kilometra. Problematikat në këtë segment vinë në një periudhë kur edhe rruga e re e Qafploçës është përballur me shembje të herpashershme si pasojë e motit të keq. Autoritetet kanë apeluar që drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes deri në një njoftim të dytë që sinjalizon hapjen e plotë të rrugës.